Përshëndetje, sot po përgatisim edhe një recetë tepër të shijshme të lehtë edhe që përgatitet shumë kollaj, pite me gjizë. Fillojmë. Së pari në një enë shtojmë 400 ml ujë. Këtu shtojmë një lugë të mesme kryp. Vazhdojmë me përzim pak që të tretet krypa e pastaj shtojmë mielën. Për këtë recetë në total do të na nevojiten 600 gram miell. Miellin e shtojmë nga pak derisa të formohet brumi. Brumi bëhet jo i butë, por duhet të jetë i fortë. Tash pasi e kena formu brumin, pra 600 gram miell, atëherë e lajmë brumin që të pushoj për së paku 15 minuta. Pas 15 minutave, brumi ka pushu edhe është gati për ta punuar. Vazhdojmë në tavolinë edhe brumin e përzim. Pastaj brumin do ta ndajmë në pjesë të barabarta. Gjithsej do të ndajmë 8 kuleç apo 8 pjesë të barabarta. Tash i formojmë kuleçt edhe i lajmë anash. Pasi të përfundojmë, do t'ju hedhim pak miell mbi e pastaj do t'i mbuloj edhe do t'i la pak për 5 minuta të pushojnë. Pastaj marrim kulaçin e parë që ka pushu më shumë edhe vazhdojmë edhe e qelim. Pra vazhdojmë e qelim ose e hapim në një mallsi që do ta shikoni këtu në video. Pra thash sot po përgatisim pite me gjizë, por do ta përgatisim apo pjekjen do ta bëjmë në tigan. Përgatitet shumë kollaj. Pasi që të hapim në këtë mallsi, atëherë do të vazhdojmë edhe do të përgatisim edhe lyerjen e piteve. Pra pitet unë do t'i lyj me gjalp edhe me vaj, pra pasi t'i kemi gati. Mjaftojnë kaq. Edhe tash marrim 150 gram gjalp edhe shtojmë paraparsisht 80 ml vaj. I bojmë bashk edhe tash vazhdojmë edhe i lyejmë pak petën. Pastaj marrim gjizë, gjizës i kam hedhur kryp edhe tash po shtojmë gjizë. Vetëm pak, pra kështu si në video, e pastaj vazhdojmë petën e rrotullojmë kështu. Sikur kur përgatisim kolpite, edhe kështu, pra do ta mbështjellim edhe brumin kështu do ta la që të pushoj, derisa të përgatisim të gjitha kuleçt në të njëjtën mënyrë. Pra i hapim, i lyjmë nga pak nga yndyra që e përgatitëm, ju hedhim nga pak gjizë, gjiza po e preni që është e butë, e mirë, edhe tash i mbështjellim, pra njëjtë veprojmë kështu sikur kur përgatisim kolpite edhe e lajmë brumin që të pushoj. Pra si të përfundojmë, do t'i mbulojmë edhe i lajmë kështu derisa të përgatis edhe 2 petat e tjera që më kanë mbetur. E pastaj do të marrim kulaçin që ka pushuar më shumë, pra të parin, edhe tash vazhdojmë edhe e qelim me të holluese, do të shtojmë edhe nga pak miell, pra e shikoni se sa lehtë që qelet, pasi që ka pushu brumi, është bërë shumë i butë edhe shumë kollaj për a qelet, edhe kështu, pra pitja me gjizë është gati. Tash na mbetet vetëm me pjek. Pra vazhdojmë edhe me procesin e pjekjes. Tiganin e kam vendosur që të nxehet, edhe po marrim nga yndyra që na ka mbet edhe po e lyejmë pak. E tash pasi të nxehet e vendojmë edhe petën e parë. Edhe kështu, pra vazhdojmë në temperaturë të lartë, do ta lyej pak edhe mbi, vetëm nga pak s'ka nevojë të shumë, edhe tash presim që kjo të fillojë edhe të pjeket. Do ta rrotullojmë her nga njëra anë, her nga ana tjetër,
edhe kështu pitja me gjizë do t'jetë gati. Kështu do të vazhdojmë, do të ala që të skuqet mirë, pranvare derisa të pjeket. Po kjo do të pjeket shpejt. E për me përgatit recetën ma shpejt, atëherë mund të vazhdoni edhe me 2 tigana. Pra 2 tigana i vendosni edhe i nxejni, edhe kështu më shpejt keni me përgatit krejt petat apo gulaçat që i kemi holluar. Tash po vazhdojmë pra kështu me krejt petat që i kemi gatu. Pra i pjekim duke i rrotullu derisa të marrin ngjyrën e kuqe kështu, pra të pjeken mirë. Edhe pastaj krejt janë gati. Vetëm na mbetet për t'i provuar. Do me thonë, kemi përgatitur një recetë të shpejtë të shëshme, pra mundeni mbushjen me bo, me gjizë, me djath, pra si të doni ju vetë. Mundeni me imbulu nëse i doni që pitet t'ju bëhen të buta, e nëse i doni pak më krokante, vetëm do i vendoni 1-1, edhe kështu i keni gati shumë shpejt. Nëse do ta përgatisni recetën ju bëf mirë, vërtet ja vlen me përgatit një recetë të tillë, sidomos për fillastar. Mirëmbëjtje deri në recetën tjetër të radhës.